أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falënderimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. E atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju krijoi ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja parafisnore, se me të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju mundëson ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa in
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bid'a, dhe çdo bid'a është dalale, humbje dhe çdo humbje është zjarr. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi ومسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në librat e tyre të saktë nga Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: tre persona nga popujt që ishin para jush, kur kishin dalë në rrugën e tyre, i zurin ata hatta awahum al-mabitu ila ghar. Pra, derisa u strehuan për të kaluar natën e tyre në një shpellë. فانحدرت عليهم صخرة, kur këta ishin në këtë shpellë, ra një shkëm fasadda عليهم الغار, dhe e mbuloi daljen nga kjo shpellë. Mes njëri tjetrit thanë se nuk ka shpëtim për ju vetëm nëse i luteni Allahu subhanahu wa ta'ala me veprat tuaja të mira. Dhe nga ky hadith dhe argumente të tjera të shumta është e pëlqyer dhe është nga shkaqet e pranimit të lutjes së njeriu që i bën Allahu subhanahu wa ta'ala, t'i lutet Allahu azza wa jalla me vepra të mira, të cilat i ka bërë për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se i cili nga këta tre persona filluan t'i bënin lutje Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun, një burr nga këta të tre tha: Allahumma kana li abawani kabiran shaykhani kabirani wa kuntu la aghbibu qablahuma ahlan wala mala. Thot: o Allah, kam pasur dy prindë, nënën dhe babai, të moshuar, të mëdhenj në moshë, nuk i jepja ushqimin askujt përpara tyre. Wa kuntu la aghbibu qablahuma ahlan wala mala. Ushqimin al-ghabuk është ajo që ka pin njeriu në darkën e tij. Nuk ja jepja askujt, la ahlan wala mala, as familjes, as robrës këdhevër çfarë mund të kishte, apo
ti asgjë nuk ushqente përpara se të jepte ushqimin prindërve të tij. Fana'a bihi yawman talabu ash-shajari falam urih alayhima hatta wajadtuhu hatta nama. Një ditë duke kërkuar kullotën e baktive të tij, u vonua e nuk u kthye derisa i gjeti ata në gjumë. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. E bëra gati pjesën e tyre të ushqimit dhe i gjeta se kishin rënë në gjumë. وكرهت أن أوقظهما. Dhe nuk më pëlqeu t'i zgjoja nga gjumi që ata të pinin pjesën e tyre të ushqimit për atë natë. فلبثت والقدح في يدي. Qëndrova aty dhe ena me ushqimin e tyre ishte në duart e mia. والصبية يتضاغون عند قدمي. Dhe fëmijët ngrinin zërin duke kërkuar ushqim nga uria. فلبثت حتى برق الفجر. Ka qëndruar në atë gjendje derisa doli agimi. Antadhiru istiqadhahuma. Të pres zgjimin e tyre derisa ata u zgjuan. Dhe më pas i dha fëmijëve të tij. Këtë vepër ky njeri me drejtë drejtohet Allahu subhanahu wa ta'ala duke thënë: Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. O Allah, nëse këtë vepër e kam bërë për hir tënd, për fytyrën tënde, pra i sinqert në këtë vepër, nuk kam pas qëllim asgjë tjetër vetëm se kënaqësinë tënde. Fafruj 'anna ma nahnu fihi. Na largon ne këtë që ne jemi në të. Min hadhihi as-safrati. Nga ky shkëmbë. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. U hap pak nuk patën mundësi të dalin prej saj. Ju lutë Allahu subhanahu wa ta'ala me vepër të mirë kishte mundësi ky njeri të ushqente fëmijët e tij dhe më pas të zgjoheshin të ushqente prindërit e tij. Por nuk donte të ndryshonte programin e respektimit, e nderimit dhe sjelljes të mirë me prindërit, sepse njeriu kur e lehtëson programin e tij të adhurimit te Allahu subhanahu wa ta'ala, i hap rrugën lehtësimit, e lën të një ditë, edhe një tjetër, vjen një moment që ajo që më parë ai ruheshe prej saj, i bëhet sikur mos tjetë asgjë. Qëndroi ky person i palëkundshëm në vepër, në zakonin, traditën që ai kishte, mos të thyente, edhe pse kishte dhimbje në këtë qendrim, duke dëgjuar fëmijët e tij të qanin nga uria, nuk donte të thyente programin e tij, sepse këtë vepër ai e bënte vetëm për të kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala, se njeriu e gjen kënaqësinë e Allahu subhanahu wa ta'ala në kënaqësinë e prindërve të tij, duke mos ju bindur atyre në atë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndaluar. Nga ky hadith profitojmë dobi të mëdha. Prej tyre është domosdoshmëria e veprimit të veprave vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ky hadith në një nga temat që bën pjesë të babul ikhlas, tema e sinqeritetit,
ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili është kusht kryesor për pranimin e veprës. Njeriu e bën një vepër dhe duhet që ajo të jetë sipas argumenteve fetare dhe të jetë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mundohet njeriu dhe e sulmon nefsin e tij që veprat të cilat ai i vepron të jenë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, të jetë i sinqert në to. Dhe kjo është e lehtë për atë njeri që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka lehtësuar. Pjesë tjetër e sinqeritetit në atë vepër që njeriu e ka bërë është ruajtja e kësaj vepre pas veprimit të saj. Me qëllim që të quhet veprë e mirë, e që të kesh mundësi t'i drejtohesh Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e vështirë me këtë vepër, duke i thënë Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika, o Allah, nëse këtë vepër e kam bërë për hir tënd, për të kërkuar kënaqësinë tënde, ti kërkosh Allahut me atë vepër lehtësim të asaj vështirësie. Kjo nuk mund të ndodhë vetëm pasi që vepra në momentin e veprimit është bërë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe jo vetëm kaq, por vepra të jetë ruajtur për këtë qëllim dhe më pas, duke mos e prishur atë me gjëra që e prishin dhe e mangësojnë sinqeritetin në veprën që ke bërë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, Zoti im, nëse unë e kam bërë këtë për kërkuar fytyrën tënde, kënaqësinë tënde, vetëm për hir tënd, na e largo. Allahu azza wa jalla ka largoi këtij njeriu brendën e tij dhe shokët e tij për shkak se i lutën Allahu subhanahu wa ta'ala me vepra të mira, të sinqerta. Një vepër e sinqertë tërheq vepra të tjera të sinqerta. Ai që e ruan e bën një vepër të sinqertë dhe e ruan, e bën stirrun bejnehu wa bejn Allah, e bën të fshehtën e tij me stirrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Përpiqet, e sulmon nefsin, dhe pse në momente e ndjen njeriu dobësinë dhe ndoshta don ta thotë një fjalë, ki frikë Allahut dhe ruaj veprën që për të një herë mundove. Dhe më pas ta ruash sepse vepra jo vetëm në çast të bëhet. Nëse nuk është e sinqertë, rrezikon, madje nuk pranohet qartas, por rrezikon prishjen e saj, dhe nëse njeriu nuk e ruan këtë sinqeritet. Prandaj se ne vetë thënë, është ma alajnahum niyya, gjëja më e vështirë që ne kemi kuruar është njëti, sinqeriteti. Ala lillahi dinul khalis, për Allahu azza wa jalla është feja e kulluar. Veprën e sinqertë e pranon Allahu subhanahu wa ta'ala. Veprën e sinqertë e rrit shpërblimin e saj Allahu subhanahu wa ta'ala, derisa vi njeriu ditën e gjykimit e të mahanitet në shpërblimi i madh për një vepër që ai s'ka menduar të arrijë në atë që ajo ka arritur, për shkak të sinqeritetit. Ala lillahi dinul khalis, për Allahu subhanahu wa ta'ala është feja e kulluar. Nuk është namazi i vetë një adhurim që duhet ta bëjmë vetëm për Allahu subhanahu wa ta'ala, apo agjërimi, por janë çdo vepër e cila meriton të cilësohet ibadë, adhurimi. E adhurimi është fjalë përfshirëse të çdo fjalë, të çdo vepre që Allahu e don dhe e pëlqen, e dukshme apo e fshehur.
Dhe tjetri tha: Allahumma innahu kana li ibnatu ammi wa kanat ahabbu an-nasi ilayya wa fi riwayatin wa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa. O Allah, kam pasur një vajzë xhaxhaj të cilën e doja shumë. E doja më shumë ti çka mund ta dojë një burr, një grua. فراودتها على نفسها أو فأردتها على نفسها فامتنعت. بريساك ديساك فامتنعت ذا يوم ضلوع حتى ألمت بها سنة من السنين. ديسا يو كالوي një vit vështirësie. فأتت dhe erdhi فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. Erdhi dhe I dhash 120 dinar, moneda argjenti, moneda për floriri, 120 dinar, që të më lej të veproj me të atë që dua. Kur qëndrova me të, më tha ittaqillah, kifri Allahun, wa la tafudda al-khatama illa bihaqqihi. Dhe mos e bëj këtë vepër vetëm se me atë çka është hak, merit. Ju frikësua Allahun ky njeri dhe u largua. Fataraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Dhe ja dhash florin, ja dhash, nuk ja mora. Hamma bi sayyi'atin, mendoi një të keqe. Walam ya'malha, nuk e bëri atë. Ja shkruaj Allahu azza wa jalla këtë të mirë. Dhe me këtë vepër të mirë që njeriu erdhi në pragun e kësaj të keqe, nuk e lëshoi me vetë, u frikësua Allahu subhanahu wa taala, u kthye. Nuk është argument tek nefsi njeriu, kur njeriu ka ardhur tek e zeza, e keqja, unë kam ardhur deri këtu, nuk kam më dobi, dhe ta lëshoj me vetën e tij, e t'i shtytet haramit. Çdo haram qoftë ai, por në çdo moment, në çdo pas të jetës, apo vetëm veprave të ndaluara, ka mundësi që njeriu pendohet. E jo vetëm kaq, por që kjo vepër të cilësohet në vepër shumë e mirë. E një ditë ti lutesh Allahun subhanahu wa taala me këtë vepër të sinqertë, që Allahu subhanahu wa taala të largojë hallet brenda që mund përballohesh me to. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Tha, o Allah, nëse unë këtë gjë e kam bërë vetëm për hir tënd, për kërkimin e kënaqësisë tënde, na e largon ne këtë vështirësi që jemi në të. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. U largua një pjesë shkëmbi nga shpella, por nuk kishin mundësi të dilnin për saj. Është e domosdoshme njeriu që në veprat e tij, të cilat I bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, para veprimit, ti lutet Allahut azza wa jall, ti japi në të sinqeritet, pastërti, pas veprimit, të përpiqet, kujdeset, siç kujdeset çdo kush për pasurinë e tij, që ta shtojë atë. Ashtu të kujdeset çdo kush për veprat e tij të mira. Sepse me to njeriu ka dobi në jetën e kësaj bote, ku Allahu subhanahu wa taala I jep këtij njeriu sinqeritet, I jep këtij njeriu pastërti, I jep këtij njeriu lehtësime të halleve, derdheve të kësaj jete. Ndërsa në botën tjetër
mahnitet njeriu I sinqert nga veprat të cilat I ka bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala, se ku kanë arritur nga shpërbimi I madh. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث لثا برسوني تريد اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. والله I drejtohet pra ky person I drejt Allahu subhanahu wa taala në lutje, duke thënë o Allah, kam pasur unë punëtor, I kam marrë të punojnë dhe se I cilit prej tyre I kam dhënë hakun e tij, çfarë meriton në punën e tij, pagesën e duhur. Ghayra rajulin wahid, përveç një burri të vetëm, taraka alladhi lahu wa dhahab. Ai u largua dhe e la atë që I takon të ati iku. Derisa vjen një ditë dhe I thot këtij personit, e ky person, siç tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, fathammartu ujratahu fakathrat minhu al-amwal. Pasurin, pagesën, hakun e këtij personit e kishte futur në tregti dhe kishte punuar që të shtohet kjo pasuri. Dhe u shtuan prej saj shumë gjëra që ai I kishte vendosur në tregti. Një ditë I vjen dhe I thotë ja Abdullah ati ileje ejri. O Rabbi Allahu ma jep mua pagën time, pagesën time. Fakultu kullama tara من البقر من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله له. Çdo që ti e sheh, deve, lop, dele, paktik dhe sklever, çdo gjë që e sheh është e jotja. Qala ya Abdullah la tastahzi'u bi. I tha o Rabbi Allahut, mos u dall me mua. I tha la astahzi'u bi. Nuk po dall me ty. Fa akhadha alladhi lahu wa e mori, fastaqahu kullahu wa lam yatruk minhu shay'an. I mori të gjitha dhe nuk la asgjë prej tyre. Ky person I mori të gjitha. Nuk la asgjë. Dhe pse ky person nuk e kishte detyrë fetare, as morale, por ishte mirësia që Allahu azza wa jalla kishte bërë në zemrën e këtij njeriu, pasurinë, rrogën e tij e kishte futur në punë, ishte shtuar pasuria dhe ja dha të gjithë, duke mos I ndaluar atij asgjë, dhe ai e mori të gjithë duke mos lënë prej saj asgjë. E bëri për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pse ky njeri nuk la asgjë, nuk u mërzit, sepse veprën e kishte bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe tha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika, Zoti im, nëse unë e kam bërë këtë për të kërkuar kënaqësinë tënde dhe fytyrën tënde, fa'uj'alna ma nahnu fihi, na e largon ne këtë që ne jemi në të. Fanfarajat as-safratu fa kharaju yamshun. U largua shkëmbi dhe dolën duke ecur. I shpëtoi Allahu azza wa jalla nga vdekja e sigurt, pasi u lutën Allahu subhanahu wa taala me veprat e tyre të mira e sinqerta. Ky person I tretë, I cili e bëri këtë vepër kaq të mirë, kaq të madh për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe dy shokët e tij që u treguan fjalët e historisë e tyre më parë, këto vepra I kishin ruajtur. Dhe pse I treti ka një sprovë, siç se I cili prej të parit dhe të dytit ka një sprovë për besimin, për të parë se sa të sinqert dhe sa
ai person nuk i la atij asgjë. Siç nuk u dëshpërua personi i cili doli me sadakan e tij, siç tregon Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu në një hadith që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në librat e tyre të saktë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqa." Një burr tha do të jap sadaqa. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'ahu fi yadi sariq. Doli me sadaqan e tij. Dhe ja dha njëri. Ky ishte hajdut. Fa asbahu yatahaddathuna tusdiqa ala sariq. Në mëngjes njerëzit tonin i është dhënë sadaqa një hajdut. فقال لا أتصدقن بصدقة كل مرة بس فالحمد لله فالدريم دول الله نشو جيد شبره كنايسين يدي من تكريم من الله سبحانه وتعالى لا أتصدقن تجاب صدقة نوكو ثير سبسا إكش بربرد الله سبحانه وتعالى دون تباشدون كاشون يرس كربين ذيبا تميرا نسا نوك شبربلehen ose nëse I mangësohet me njohra e prishin. Nuk e vazhdojmë. Kjo nëse të tregon për diçka, të tregon për mungesën e sinqeritetit para veprës, gjatë veprës ose pas veprës. Dhe kjo është e rrezikshme që njeriu duhet ta kurojë niyetin e tij, nefsin e tij. Qala la atasaddaqanna bi sadaqa. Ta do të jap sadaqa. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية دون me sadaqan e tij dhe ja dha një grua. Ajo ishte imorale, ky se dinte. Fa asbaha an-nas në mëngjes njerëzit folën për tusdiqa al-layla ala zaniya. Mbrëmje çdo sadaqan e imorale. Qala alhamdulillah ala zaniya. Falendrimi te Allahu ratek një imorale se dia falendrimi te Allahu. Ne ata sadaqan, do t'ja prap sadaqa. فخرج بصدقته لدول من صدقانته فوضعها في يد غني dhe vendosi në dorën e të pasur. Pse dini? Ja kishte ai ishte I pasur. فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني يذا صدقايا të pasur. فقال الحمد لله فندريم تقول الله على سائق وعلى زانية وعلى غني فندريم تقول الله për çiçën e para që ishte ai hajduti apo tek ajo imorale apo tek I pasur. Fauti e faqile lahu i dhe ju tha që ndoshta sadaka e jo ndaj këtij hajduti فلعله أن يستعف عن سرقته ndoshta heq dorë. Kjo sadaka apo shkak që të heqë dorë nga vjedhja e tij. Dhe për atë imorale ndoshta po shkak të heqë dorë nga imoraliteti I saj. Ndaj derisa prapë të pasur ndoshta po shkak të kuptoj mirësinë që Allahu Azza wa Jall I ka dhënë, përkujtohet dhe t'japi ajo që Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë. Nuk ka arsye që njeriu ta lejë sinqeritetin, sepse është raporti mes tij dhe Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është raporti I tij mes tij dhe njerëzve, por mes tij dhe Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na bëjë ata të cilët kur dëgjojnë fjalën, i dëgjojnë më mirë, wa aqim as-salat.